Mëngjesi. A flajte? Puna mor. A u qove? Se dhurat. Beatles dhe Beatles nga DJ Shosha. Ashtu. The Beatles. Past Master Volume 2. Ti ma dha mu dhuratën, po unë ku mi ngu këto vëlla. Ku të shkon shpi djalin pyte. Djali Që me babin thuj, shka që kjo në ditë me tregu. Djali jam të jo që nuk e din, pas nuk e ka po kur. Nuk e ka po kur. Me neve mishtemi të dashur thash ma heret. Një njeri interesant, një DJ i cili ishte me shpirt, me zemër e me gjithçka. A pin kafe? A ki pija? Me gjës. Edhe mos pina? Ku pin me gjës. Edhe një se pin shoqa? Ta shuj. Shoq mirë se erdhe. Faleminderit. Mirë se u gjeta ai ti. Qysh po doket mas fol Vjen studio? mirë, nuk është tjera por, vjen mirë. E ju falenderoj për ftesën me cilën nuk mujta me refuzu. Nëse më keni ftu për do thot për radio, Për gjithçka. Për radio, për gjithçka. Edhe sa gjatë emisioni? Emisioni zgjat 3 ditë. Ha, A ki marr bukën me veti? 4 orë karrierë për 30 minuta. Pra. Shoq e tha 40 vjet karrierë, po pak po mdoket 40 vjet. Besoj ma shumë kipu, 40 nashta keni të Ashtu do të kështu në mënyrë oficiale në muzikën prej asaj. Fal ti objekti që na kanë lënë. Pallat do thotë edhe emri, se harrova për emër. Po. Shoqëm ka vetë prej teatrit. Për teatrin. Kom lutën pjesën teatrale Bërbarda me Shësh Shkurtëbiç, një prej Shkurtëbiçve ka qenë shoqa. Ka qenë edhe Ilir Bokshi atëre mos këtë jasi. Kur erdhëm pjesën e dytë, maqore me sisme, këta teatrit e dinë që gjatë asaj sa zgjat pjesa thirrën emrin të rolit. Po. Edhe hadiu ndjerë këta mos të jasi. Shoqa mbet shoqa. Për ty Shenber, po prej këtu pallat. Di në vetë. Edhe do thotë ndjer pas prej familjes së madhe Vesa me Vesa ka qenë këtu diskotekë si banakier me ato më pijen që na festoi. Ai nuk mund të mendoj të shkojë muzikës, ai lutet djemt e vet. Po. I lirin e lulin me ata dhune. Edhe do thotë prej vitit 77 këtu në disko ka qenë vazhdimrat si ndjer. Njëtën kohë ka qenë një orar 2, do thotë prej 2-3-ve deri në orën 7. Mandej kishim një pauzë një orëshe. Ai njëtën kohë ka qenë edhe operator të film. Unë shpesh rastin që aty më shku me asi. Do më thoni gjithanshëm, si gjithmonë. Lutem. Plus asaj këtu ku jemi tash, për momentin ku jemi, këtu përball e ke pasur trafikën. Po, me cilën kioskën. I falenderoj. Tash bon pak më lokalisë me qenë si jemi edhe në televizion lokal, një shok tha sa për televizion lokal këtë bota ato na dëgju. Prej Suedis, Norvegjisë, Holandës, Danimarkës. Jo, fjala për Gjakov, po flas me qenë çasi. Tha Google tha kena pas shoqëm. Pse tha, kjo s'ta ka lexu gjithçka kur kemë diçka i më shku kem pyet. Atë mungon që Atë mungon që pjesa e revistave, leximeve. Po mirë, eti do thot, e vetmin ndoshta na si 7 kilometri, aty gazeta ka atë vetën, kemi asi. Është emocioni ndryshëm kur e prek. Ka fenomen prek. E ka aromën. Pikërisht, që prietën Drecaj nga Austria na përshëndet. Faleminderit. Mirëmëngjes, edhe Nadi Marku nga Nadi Markun e kemi në Gjakov. Ali Shefa, mirëmëngjesi, shoq, suksese. Muhall Alia, Muhall. Islam Adema i thot mirëmëngjesi Gjakova jon, Gjakova Kuqe, shumë të tjerë. Falenderoj gjithëve. Edhe gjithashtu kemi edhe përshëndetje për shoqën na thot Xhelal Katona. Gjela është në Belgjik. Po, mirëmëngjesi Edi mirë, jërë një ditë në barë Shqipja dhe na ka dërgu këtë lule. Dhe dëve na ka quqet lule, neve dëve që atje ndalje ku dhe lula. Po. Sa mirë. Për falenderit shumë Shqipe. Motra po s'është? Shqipja. Motra. Lulet atje. Thashë shumë. Ja. Motra në Austri. Shoq, edhe Liridon Karlani, mirëmëngjes nga Gjakova Kuqe me Bor, mirëmëngjes. Shoq, po më intereson ç'sh mandeu u kyçe në radio. Po, radio fal a kim mbyt si drejtorit. Po. Tha kem nevojë. Thash, po pse jo? Edhe pse kishin ato mujtë asi 4 orësh mas luftës me shtëpi Diegun e me aty, do thot pranova me shumë peripeti, dihet kushtet që kanë qenë. Edhe ishim diku mos tem bin 20 e sa aty që punonim.
Ishte do thot radio ka qenë shritat ato të magnetofonit, ishin kasetat, ishin CD-at. Mirë, po kompjuteri ka ardhur diçka më vonë. Thuaj se gati një vit më vonë. Na prun unë në heri është për më, që se mujme pak humor me bo. Po, patjetër. Kur thirrsin për dëshira muzikore, do thot, përderisa komunikonte dëgjuesi me spikerin, ku ta di Franciken, Skënderin apo Zukën, edhe kur lypte këngën, u deshke me qu, me allakat, me marrë, me kthy, me zgjedh, me bo ose CD-n ose ata. Edhe gjatë bisedës ende pa kry, unë veç rëshësha letër. Zërfiksat, po trimat e, ta thëmë këto në vërshimeve, ishin kon lidh me Zveteti, që kanë kompetencë, edhe kanë ardhë. Kanë ardhë studio. Si ka dok shumë shpejt. Po, ka thonë, me do mos, ka teori kështu. Edhe ku e në ardhë, ati njëri tjetër tha, hate me na si dorkën. Adnan thotë që Adi përdo të mirë mëngjes nga Austria, përshëndetje për ty shumë Edi, edhe për musafirin. Faleminderit shumë Adnan thotë nga Austria. Mirë mëngjes të gjithëve. Shosh më intereson çu dok atëherë një ditë normale në radio kur gjithçka, siç tha më herët, u bë me pa klika. Çush ka qenë si një lloj, si më fut me një stres, a me një... Edhe do thot, veç fort kur të aki, do thot, a djenin, është fjala për punë. Po. Ajo nuk ka, kjo për mu ka qenë, është si hobi, me qenë se profesion këtë diçka tjetër, ku pas shkollën e në gjurë të tërsi, falë muzikës është dash me ndërprej. Po. Ka marrë pësim për me Metit, Baramullonit, Gazmen Bakisë, në Mosasi, do thot, kur hobi këthe profesion nuk ka magnasi, unë nuk ka marrë ta mundë si hobi. Është një fjallë që thonë ndash mos më punu kur, gjeni punë që të pëlqen. Po hobi, për mu ka qenë po. Ja, për mu. A u kone vështirë mi rujt ritmin e emisionit, për shembull ku e keni ditë, që një gabim i vogël, që nuk është ndorën tonë, kushton shumë minuta. E dini 4 orë në rrymës, që më do të kejo 8 orë, 4 orë. Plus me majtë ritmin e emisionit. Prej postës, u deshte me emershim rrymën, që falendrojmë shumë, pa kurva kompenzimin e kanë vazu rrymën, po do thot, kemi mujtë me bjetu, nështë kemë pas do një gabim ad hoc, teknik, mirë po, sa e përket ato, ka që ndoshtë, me mbledh arhivën, gjithë ato shritat nëse u kujtohet të ke qenë në radio, gjithë ato shritat. A janë halo ata shrita i ka? Unë i kom digitalizu, bashkëdashta me dalë aty. Stafi që ka qenë ma tjetër në mosh, unë isha atër 35 vjeç, me njerë. Dëshim me marrë diko tjetër për Prishtinës, me pagu, me pare, me shumë të madhe, mu atër merë dyqysh aftësit e mija, thash, muna, edhe për 6 muj, gjitha të shrita i kom digitalizu edhe janë arhivë. Po shritat e janë ekzistus hala? Janë ekzistus. A ka pas në moment ku janë ngatru ose janë këput live shriti? Po, e di, do thot, ajo ka qenë, kem pas aty gjithë. Me njerë e keni riparu me njerë. Po, shka është një gabim, është jo që gabim i joni, ish ata mos t'i përmendi, kë këngët më të mira, ku kanë qenë festivalet më të mira, i kanë marrë edhe i kanë fshi me sekuenca. Është desht me i marrë. Pse veç me bo këtë? Po, të veç me bo. S'kanë pritu mërë, vëlla? Që? Arjet Mici më na përshëndet nga Zvicra, mirë mëngjes, o Trima, vetë shoqen me ardhen shtanc. A ka nej do të lirë? Jo, më hajt. Veç për rësit. Veç bone ti najen se vje shoqa. E te ka qenë kamera, su kom me qenë se dhe mu më kara. Jonë palat, jonë pub aty te Brendoni, mandi, Hotel Jakov kam qenë. Në Amazon të shtëpia madhur aty poshtë, ku ishin për minimi vetë. Aty u konë, edhe një mëngjesi i sa Emrulaj, përshëndetje nga Zvicra, ju përshëndes juve edhe Elben Drecajn, faleminderit shumë. Isa, faleminderit shumë të gjithëve. Berat Dulauka thot mirëmëngjes Edi. Fala kushis tam shoqës, familje e mrekullueshme. Faleminderit shumë Berat, faleminderit shumë gjithëve. E kemi edhe Driloni që më thot Edi përshëndes DJ Shoqën, Shoqa çaç është i madh, sa që e ka martu 16% Gjakovës. 60% Gjakovës i ke martu. Edhe i ka bo synet. Po, jo, ajo është... Tash kë nuk e ka bo aktin, po ka qëllu që aty. Dikon edhe ka majt. E dim që Gjakov mos ta kthejmë prap aty te lufta, kur mas ishin në përbushe, ku ta dy nuk bëshin edhe muzika sport. Unë isha këtu vetë për artus, kom se dëshim muzika artuse. Mi për radio më lutë që e u dështë me kalu e këta, po zotit e fitoj me djerës dhe me mund, i falendoj familjet Gjakovare që kanë besim. Po kanë besim tojnë. Edhe Sano, po të tjeti e ka mundësini përshëndetje Shoqën është shumë i mirë. Sano, kjo këtu të po në gjesa të gjykota.
Arton Goshi thot mirëmëngjesi, jam Arton Goshi, vetëm desha me ju përshëndet se më të mirë t'jeni. Faleminderit shumë Arton, ta o zemrën, faleminderit shumë. E kemi edhe kushtrimin, DJ kushtrimin, tash kushtrim Saraqinin, Vushën, i cili për ma herët thot fyll është ajo, jo çifteli, o Edi Kesh, mirëmëngjesi, o njeri mirë, mirëmëngjes kushtro. Edhe një ndëgjuese kom shumë të mirë prej Zvicrës, një zotni është Hasbiku Betini, thot me respekt nga gazetori Arif Ejupi nga Gjeneva të Zvicrës. Sa mirë. Faleminderit shumë të gjithëve. Përshëndetje Edi, urime 4 vjetori shoqës me punë të marr, foto për Facebook thuj shoqës. Çfarë foto na ka dërgu, që atje ndalje del. Na ka bë foto. Faleminderit. Shumë bukur pas ke zonë këtë foto, bashkë për Facebook ku ka. Film ku ka foto. Mashallah. Faleminderit, shumë faleminderit. Nuk e ka mendën më pjek, më plak. Mirëmëngjesi Edi, ju përshëndes dyve, dashta shoqën me pyet, a ka lshu duguen me qira, juroj një ditë në bar për Zvicrës për na thot Shpendi. Edhe na ka dërgu Shpendi këtë fotografi na dy çebe shoq. Ku ka bërë më mirë. Faleminderit Shpendi. Që atje ku i na ndalje. Shumë mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë Shpendi, faleminderit shumë të gjithëve. Gjithashtu Edi a vendrojmë fidanin me DJ Shoqën, po thot Coni. Edhe me 26/2026 me Sarro Shoq. Me 26/2026 Gjelal Katona. Me 26/2026 mos harro. Kom shënuar ndoshta. Me siguri ka të shënuar që jo e shënon edhe herë. Kur gjë të keq s'ka. Arton Goshi thot mirëmjesi, jam Melake Goshi, vetëm dashta me përshëndet, me të mirë t'jeni. Faleminderit shumë. Gjithashtu Adheja Edi Agjo të përshëndes nga Prishtina, on top jeni dytë me DJ Shoqën, pale nga djali Bekës Adheja, polici. Ta loqke Agjo, zemër të kom, të dua shumë. Edhe Loria thot mirëmëngjesi, më në fund po inkuadrohem, ju përshëndes, jeni të mrekullueshëm. Përshëndes DJ Shoqën, Mandingo. Po ka qenë konga ti. Konga e këtij, Husenit. Po, e përshëndesim shumë Loren. DJ Jon, a ne është ma shumë përgjegjës për fjalën konga kuj? Bob Marley. Jo. Asi ka 10 sekunda. Që vite 90 ka 10 sekunda. Knash na shto pak. Kjo api dia jo. Edhe me konë që kjo na kujton, këtu ka qenë disco the best. Po, the best. Me Benin dhe Daltit. Ajo kon periudha art. Kapela. Zbiti sot. 80-90 tash. Po dhe kjo, asi. Galla. Se ders, Edi tek na, di që është. Po të thon disc jockey, disc do thot nga mitologjia greke, diski që quhet. Edhe jockey është ai me kual që shetit. Do thot me shetit gjitha. E tek ta shumë kundër, sa do lëm tash ganis. Ta di mis muzikën e vallëzimit që kthehet. Po. To un fati ka qenë që ku ngur rock, këtë zhonë do thot. Tash për një kaseti Aroma thot. Kemi shpenzuar lekë të dojas të prit post për gjithë allë do të sa grek nuk plan edhe që kemi porsit, kemi në post, kemi prit për me ardhmë. Po për me ardhmë kaset do thot, ai të njëjtën vetë futeni hit. Vetëm aty më shku më marr na. Po ta këshyshim e kem për këta. E njëjta vetë për një kohë. Po dushim më marr. I pikë sot sa 20-30 euro një kaset. Pa. Po kem lënë shefet, kem lënë gjithë vetë po. Posta spytje. Interesant. Nuk për kola nga Zvicra, më thot përshëndetje Edi, një ditë të mbar, juve të mësafirit prezent. Edhe Sadri Lushi na thot mirëmëngjesi, një kafe për dot mbar. Faleminderit shumë. I Shend Kadriçeli, Edi, më shumë respekt e dashni për Shoqën. Faleminderit shumë Shendi. Faleminderit shumë të gjithëve. Qemajli po thot, ju përshëndes juve Edi dhe Shoqën, vetë Shoqën atë kujtohet 4 rrugët e Shijakut, Qemal Malushi. Dobi Grus. Qemal Malushi. Qema është ku jeton? Është jashtë më ndoket, a? Jo, Qema këtu, Avnia është jashtë. Avnia është jashtë, po. Jo, Qema. 4 rrugë, çfarë do të thotë? Po luftë, aty kemi qenë. 4 rrugë të Shijakut. Bashkë. Shoq, faleminderit po thot, Melake, çika e me akona i muzikë mirë, faleminderit mos e marr ku, faleminderit shumë. Krejt janë të mira, Arton. Krejt janë të mira. Cila është një këshill të shoqë ta merr mendja që duhet më jap DJ-ve të ri që nuk e gjejnë
asnjë material apo tutorial, nuk ka dikun një tutorial për DJ, nuk ekziston për me hinë mësu. Tu janë prej djalit Po, do thot, fora saj, pra po thom, ka pas ato 9 vite me cello, e pat një aksident papritun atje në shkollë, sa ishte me takif dhe hupin djenja atë për kujt telave, cellos. E u dësht me lan, po edhe u kthyn, po tash pini do thot me kriju. Për dysho talent djali. Me kriju e di. Edhe çika edhe djali. Me kriju. E din me siguri që i kom pas me një far kursi. Po. Helen O'Grady, si ka thënë. Helen O'Grady Academy Drama. Do thot prapë thonë me kriju, është shumë lehtë me marr linkun prej YouTube-s me dollatu me shumë. Me kriju. Me kriju e di. Unë në atë kohë prapë po them, është keq me fol për veten me ato kasetat që ishe. Po flas për Amazon. Ka qenë minatori të dua sa Kosovën me Michael Jacksonet do të kërë albatos. Ritmi njëjtë, aty, për aty. Vishin e shikoj s'ka ka buhet. Një strofë kësi. Mes me hup ritmin më thasi. Është shumë lehtë me dollatu. Shumë lehtë është me marr një sample se kërkush mund të thonë po me bo vet, me kriju vet. Po ti son ku mujt me kriju. Tash e kanë shumë lehtë ti. Shumë lehtë kanë. E kanë laptopin, e kanë duksat, e kanë VPN-in me cilin tregon për sa më not tash në çit lehtësi me pas krijimtari, më kon krijues. Në çet lehtësi më kon krijues, domethënë më rrin. Hije boj edhe tash. Po. Hije dhe boj tash. Mas luftës, tingull e trend, kanë qenë tash shekullit Rosi, Tora këta, edhe shkosha me zëngun aty, edhe kasi. E po Vegeti e ka pas kongën me ciljetën, dridhe. Am zabe se që ka mo 10 versione, edhe në fund ka shkujt, më thonë që që nga rrugës, që të numre telefonit. Sa më kip shtu, pse, kur dal jashta me saknoj, sa të taknoj versione tjetër. 10 versione atë kongën me ciljetën. Ordi Roka, po thot përshëndetje Edi, përshëndet ma shoqën. Ordi Roka, që ka marketin edhe ambientin nga kiqin. Çdo të mirë i. Edhe Luard Lipoveci, përshëndetje Luardi nga Cyrriu, je kalofshit mirë së bashku një ditë mirë. Luardi Mallalia. Po çuçi, Lart. Luard, përshëndetje për gjithë. Altina Kusori na përshëndet. E po thot edhe unë e përshëndes shoqën edhe ty, ju dua Altina Kusori Lila. Çuçi ki çanin? Çuçi ki çanin? Të kemi dytë njësej. Po edhe ti ke shpica. Altinën e kemi adhuruese të kafshëve edhe gjithashtu mirëmbajtëse. Edhe të muzikës. Patjetër. E ka pas lokalin çfarë, ka pas tu Enkas. Përshëndetje nga Belgjika, ju dëshiroj një ditë të mbarë, përshëndes musafirin shoqën nga Met Kastrati. Përshëndetje Meti nga Belgjika. Meti. Po. Meti. Handballisti? Me siguri, nuk po. Me siguri handballisti. DJ Jon, DJ Shoqa të kujtohet era shiritave edhe zhurma e makinave të radios para se munis emisioni. Davida Loka. Jo rri. Ritski. E shaj buni vetit këtë djallë. Këtë farë djallë. Me lakmu gabimisht për të zët. Çështja ti. Çështja ti, mar pos, nuk kanë nejse. Shoqa të kujtohen këto ernat e shiritave. Edi, ka qenë, do të po rritesh me to, do të s'ke pjesë e jetës. Sa do që ki pas me e ku pas no? Me ngjyrë, pra no. Ai më kalimi në kosë unë xheka dhe plaske. Po, edhe era i vjen. Merr teknik boja në thirrënorin e lamës, hapte me ndrejse, me Xhela Losmani që pas këtu blubiçin që kena pas. Po. Është për çudi kështu më kujtu. Kur ka qenë pazarit, naja pazarit e mon mend, me Xhelën e patëm bëu një teknik me cilën janë 20 sa lokale të njëjtin muzikë. Po, edhe këto. Shetiti mes aty në ekip njëjtin muzikë me zot vogël. Ku do të shkon? Ka qenë mirë e për pronarin, se vetëm edhe s'ka të përforcusin e vike muzika. Po. A ke se mërsha? I zet mërë, sa për i CD. Po vetëm që musafir ku të vinë, ku do të shetisin e kanë njëtër muzika. Që mësë më bo lëmsh, babi, po, kjo është ide e mirë shumë. Të marë po Zhego, Bohemi, pëthat, Toma, Tomori. Të marë të përshëndesim shumë. A ka në liber? A ka në liber, mi ledzu. Përshëndetje shoku i Mirinis, Mikel Berisha. DJ Shoqën e Ndërdujakën, përshëndet ma edhe musafirin. Mikel çdo të mirë. Po Mikel Berishën e kemi dëgjues të rregullt edhe shikues të rregullt. Pra jemi live me shëmit të dashur në 103.3 MHz me DJ-n veteran qytetit ton. Po jo vetëm DJ, po Shoqa
me 100.000 seno i gatshëm u marr. Po DJ-tja ka përkushtu kështu me tamam. E ki pas edhe lokalin që është i vjetër. Po, aty intervistën e parë që kem pas asi. Kur e kena pas bërë intervistën. Shumë mirë, po kështu spontane. Spontane. Në emisionin vitin 2000 diçka. Do thotë ajo ka qenë kështu për kaseta, për CD, do thotë erdha ajo që u ndru koha, u bën kafeteria gjitha, edhe u desht me ikë për aty. Po kryesisht, pra po them, është një profesor me plot pasion. Se tërheq do. Po i shkon çarshis vjetër një dugoj prap çaty e jote. Eri, çka më botër me se edhe kona ashta nuk. Po është fjala një suvenir, një diçka me çunë me si që ta marrë këto këtë herën e fundit që ke Florentin Ushit tu. Po. Ja bona atë CD-ja, një çizim ti në rreth shpërndoj mysafirëve. Krejt me vetat. E vet ja bën e free. Unë japa po të dhurat për respektit. Po shoq, po prap duhet shoq mi monetizu punën, nuk bën me punu pa parë shoq. E të mjafton? Jo, nuk mjafton. Kom një familje. Jo, nuk mjafton se ki bagazh, ki profesion, ty veç prezencën duhet me ta pagu. Le më me bë muzikë. Nëse një DJ shkon dikon 300 euro ti duhet më shku spoku 350. Për shkak të mjafton që ftojnë, mjafton që nuk më harrojnë, mjafton. Ja, çtu spajtona me ty. Po mirë. Mirë, pra po them, po i thonë rrethonat. Pavarësisht rrethonave. Duhet nuk bën sepse ajo është modestia tepër, fillon aty ku ai tjetri nuk të ngjet ty. Modestia tepër është e dëmshme. Po modestia do të thonë përfundon aty ku ai tjetri nuk të ngjet. Atë ke obligim mi tregu që pa parë s'bën, absolutisht. Fatmir Byty që do të përshëndetje të dyve. Fatmiri, Zjarfiksi. Edhe Keno Pasha, mi mëngjes të gjithëve në studio, një përshëndetje nga të veçantë për DJ Shoqën. Faleminderit shumë Keno Pasha. Edhe po këta kom lexu. Faleminderit shumë të gjithëve që jeni me neve. E DJ Kushtro apo Vuça, Kushtrim Sarçini, po thotë, e përshëndesim Shoqën dhe dëshirojmë suksese dhe shëndet. Agimi dhe Vuça, Agim Amusha dhe Vuça për na përshëndesin. Punëtorët e teatrit. E gjithashtu edhe përshëndetje juve DJ Shoqa, Avni dhe Arjeta Ermeni. Në Zvicër, Avni Ermeni, Arjeta Ermeni. Në Zvicër, faleminderit shumë. Edhe Alil Demiri nga Anglia, po thotë përshëndes musafirin, një pyetje për DJ Shoqën. A ka ndonjë lloj muzikës që nuk e lëshon edhe çysh qëndron i përditësuar me muzikën e fundit? Edi është knatësi do të thotë për kundër mosësh e kam zakonisht fund vitit bëhen tomramet e gjysmaturës, klasë të 9-ta kur ky. Po. Enda loftojnë Ringo edhe këto që ngojnë këta tre. Me Tajna, me Buta, me Kida, me gjitha do të thotë aktual me Gut. Sa do von kush ka qitë, çka ka qitë do të thonë për kundër mosës. Po domethënë e cilën muzikë po thotë nuk e lëshon. A ka ndonjë muzikë që nuk e lëshon? Përveç serbisht të skuptohet. Iki do thotë kom qef kush është tonat iki ato që s'kan vlerë, ta mojmë Azisa, ato, Afrika, ato, po që shpër të kasi. Po, ato po. Që ka me këto bazi, ja. S'ki që? Ja, edhe këto talave, këto, jonë talave, për moment shkut, ama këtë konë, aba. Për të zët. Që shtu e tim. Mërgjim Deva për thot? Gimi. Për thot, që shë për thot Mërgjim Deva? O, Edi bre, mirë mëngjes, Mërgjimi, jam e përshëndes kushin tam Shoqën. Veç fakja. Bre, se pëm ikin bre me soshet, bre. Pëm ikin bre. O, Edi bre, mirë mëngjesje, e përshëndes Shoqën, kushin tam, edhe pyetja ime për ta është, a je në kom, a me bicikl? A je vetëm në kom? Respekt, përshëndetje shumë. Gimi. Edhe Sokol Bytyqi nga Hollanda. Përshëndetje edhe stafin televizion Syri. Përshëndes mikun tim Shoqën, respekt nga Sokol Bytyqi Hollanda. Jo, po të nën logjë. Po. Për kohën e jo do shok me cilën e hapin zemrën, e hapin gjithë vetëm çka do të ka teknik. Rast konkret e komisën Gashi në Belgjik, i cili çdo herë më ka përkrahur. Do të çka do të më ka vit teknik. Herë me parë, herë pa parë më ka pru. Çushja e konga, herë me parë, herë pa parë. Përshëndetje Edi juve dhe mësafirit Shoqës Fatmir nga Suedia. Përshëndetje shumë. Shoq, shumë kemi njerëz që na dëgjojnë, na shohin, na ngojnë prej bar botës. Vim prap. Domethënë, Vaya con Dios. Vaya con Dios.
A ka pas në rast në natë ose në ditë kur radja ka qenë radioja, atëherë Radio Gjakova, radio jon e të gjithë që jemi rrit me Radio Gjakovën, kur ka qenë shoqëruesja e vetme e Kate Gjakovës, edhe çush jeniti aty, ku e ki ditë, për shembull, Gypsy King, në natë su dal kërkosh, ka qenë shumë qetësi, edhe e ke ditë që Kate Gjakova po të ngon. Çush e ke ndiqet për qetësi? Edi, do thotë ishin ato kur para televizor, para ajo digitalizimi, para televizion, ato video asi vizuale, festas kryesisht 28 nëntori, viti i ri, çdo festë, po ke na u dushim radio aty komplet për stofi. Pre mëngjesit çka kemërshim autoparlantat i veshim në balkon me cinemasi. Aty ka qenë pse në Ramani gjithë muzikantat vishin në shkojshin, gjithë personalitetet do të ngritur që kemi që mburret Gjakova me ta, vishin në shkoj aty duke me hongër, me piç aty më ndaj 24 orë. Knasi. Po, si, Petrit Hoxha në Norvegji që është, po për momentin është në i Valakit. Është i Valakit magjistraturën. Se thot Mallzeti jashtë ftoft. Po thot përshëndetje nga Austria, përshëndet ma shoqen, u shku në skem në Austri. Skim? Po. A ke marrë qilik te? Ej, me qilik. Edhe Labinat Dvorfi, po thot përshëndetje speciale për DJ Shoqen, maqore me qizme. Thuj më se prek ato taksimetrin. Për të zot me të mira tuja. DJ jon i mrekullueshëm Fatmir nga Sodia e lexum, Fatmir nga Sodia. Akonaj nai zoj, nai kolegut ose nai sinjali, nai radios ose nai diçka që të vjen në kry kështu. Pa ndonjëherë, pa e pa njërin prezantish, tani mundo. Kjo më kamer, do thot kur ki komunikim shpejt me njerëz, çato kam edhe tash telefon ku tim, as të kshy numrin, bazë zonet e di. Çto kam që tapsi e kam. Nuk e kshy kushtirin. Jo, e di. Interesant. Po. Po i kim mësu zonat njerëzve normalisht. Ashtu. Normalisht e din. Do thot tash kam që tapsi, nuk kam bet. Presoj. A i man edhe zonat që kanë qenë të regjistruar në Shirita. Zonat e njerëzve për shembull. Këto siglat, ata kanë qenë edhe ato të gjurë në për Shirita. Po. Është përshëdi, tash të thomë kur kom radio në 2003-shën, po do thotë kom pas punu një jingle me cilën nuk e di devon ka qenë. Është kur një punë e jote, afrot jote i shkon larg, kur ta ngon dikush thotë, ç'kjo u bë para 20 vjeta? Kom pas edhe duke qenë ka thënë fem kurasoni, ka të pas nevojë për rast, si shkojsha këta që dolin tash ta analistat. Edhe po, tipi mi pagu. Ato ti ta zob natyra, ai kishte muzikë, tha bëm më bo thash, a bën mu fem? A bën mu fem? Hina nasi. Hina unë punova, po ta pe unë të guaxhi. Kur shojt, tha e marr tha për javë atë shka, çfarë pe paguaj tha për 3 muaj. Ja, sa më kujtu konga natyrës, konga si e bona. Jo, mora si shembull. Po, normalisht sepse çashtu do duhet mi ndërlidh gjanat për me qenë më të mira. Kujtesa Luzha thot mirëmëngjesi për juve Edi Musafirin e nderuar, edhe gjithë stafin, respekte. Faleminderit shumë kujtes. Liri Topolli Kërleshi përshëndes dyve, sidomos shoqen, kalon mirë të nderuar. Drenusha Hoxha nga Drejtoria e Kulturës. Thot përshëndetje për juve dhe shoqen nga zyra prokurimit, në veçanti nga Gjela Lilosmanin e kemi në zyrë të prokurimit aty. Pim kafe. E përshëndesim Gjelen Blue Beachin. Drez me shlag pishin atëherë Gjakova. Amita por. Qit maj drez me shlag Gjel që aty. Gzim Çakaxhia, përshëndetje për DJ Shoqen dhe Zonardo Goshi, kujtimet më të bukura të viteve 80-90 lidhen me Shoqen. Krejtve Shoqen na ka jap nga një poster të artistit që e kina dashur. Tekstin e këngëve na ka gjojt Shoqa. Kioska Shoqes u kon fond muzikor, aty jemi updateu me të rejat në përbot. Kur jam kone vogël edhe do i keme me nashtime kesh, na vizatoj ke vesht e sylës. E din Shoqa, të fala. Zora, a i shku dhe ti me pëshrita jo? A i qfarë Petrit jo u shku vetëm, se i dhimet gruja, thot e thënë komen e nejsan. Nuk bën mi marë. Zonë, përshëndesim shumë. Zonë e kena dëgjuse dhe shikuse ma të regull të emisionit tonë.
Bile e kemi regjisor të fortë. Regjisor shumë dhe kena bo filmin, që alo nuk i kena bo një super premier. Zonë, kena mi bo premierën, kena bo premierën Prizren në Dokofest, po do ta bëjmë një premierë në Gjakob. Shpejtim mbi ty që do të përshëndetje speciale për shoqën, respekt. Pauz play Reds. Kamermani që më shef ke mas teshave në tel për mi gjiru protestat. Ka rreziku prej banesave. Edhe ka marrë me vetin dasit. I ka marrë me veti kasetat dhe i ka shpëtu. Bravo shpëtim, ta o zemrën. Mas Kemi. në demonstrata në protesta, aty pa hirit shisha. Rak, pak. Shisha aty mas telave, mas teshave që u tershin në katin e dytë për mdo këta. Zdin catin, të i gjru demonstratat, edhe të i rojt arhive dhe i kimajt. Bravo shpëtim, ta o zemrën. Gjithashtu, na thojnë mirë mëngjes. Ta shojmë tash edhe knej. E kemi. Po, Ardita nga Prizreni, mirë mëngjes. Qosh ne jemi live në radio, në televizion, në Facebook, Gjirafa Videos, në Shkabaj TV, Nimi TV, në YouTube channel, televizion, gjithë në mikrovala, në maqina, gjithë. Jemi Kasimi. Kom dhe këtu të Mixcloud është një faqe ku bojmë upload, gjujmë muzikën, bazë dikur një 90 ato setet mija me të cilë nësip. Edhe për atyre do të vetëm 10 i kanë lonë, tjetë ka kalu materializm tash, që ato 10 për qudit TikTok-in, tjetë gjithë shka për. E kom has në Santorini, një punëtore, një botika, kishte vu aty, ramonu tash. Faqja jeme edhe Santorini, ramonu. Wow, po, muzika, s'ka, veç e klikon. Po, veç e klikon edhe del. Përshëndetje Ilir Gojani, përshëndetje të gjithëve. A ka ndodhë shoq që një kongë e vetme mbi ndryshu humorin ton ditën, jo vetëm ty, po moderatorëve, dëgjuesve. Për shembull, më thon mi lyp dikush një kongë, më thon i bravo i kopti ku ja çelloj me çit kongë na disponoj gjithë. Eti. Nuk është prapë thon do të më thya apet ka lokalizmi. Gjakova është që e çmon do thot vetëm të mirën. Në radio kena pas arhiv të bollshme. Tu e nis prej fetnet e regjës në tjerë, do thot Shqipërisë mos të përmendi zhonet popullore këtu se kemi rujt artit. Do thot kemi rujt kulturën e muzikës. Kemi këngë të veçanta që vetëm ne të desha ma kikat. Ai prete zot me të mira tuja. Do thot jemi ato që e ruim fala se shkon kundër e kultivojmë normalisht. Na jemi tjerë. Se jemi rrit non stop me antenë ka domethënë kongë që e kanë dhëz atmosferën situatën kanë qenë kongë të Shqipërisë mes me kongë të Shqipërisë. Po me atoj me rrit ka pas top kulturë, edhe festivale gjithashtu. Unë shumë kundër sot knohet e di çfarë teksti knohet çfarë si. Domethënë respekti dhe ndikimi në atë kohë i radios ka qenë shumë më ndryshe sepse tash. Na në Gjakov që pëlluti me dalë te lokalizmi, patjetër që duhet me dalë sepse fal Radio Tiranës mas pari. Radio Gjakovës, fal antenave që kena ndaj, gjithmonë janë dorë familjes kanë në kulm për vitin e ri. Se kanë prit këtë shtëpia vitin e ri, njonin kulm u kon. Edhe festivali ato na kanë festivali këngës shqipe, festivali i radio televizionit shqiptar. Kënga fituese gjatë këtë vitit është përsërit derisa ka. A di ku po do më dal? Kur na thonë kanë herë pse Gjakova ka më shumë talenta. Nuk është se jemi më ndryshe, por na jemi rrit, jemi eduku, asnjëherë nuk e majnë man familjen teme pa një zot radios. Lutem. Edhe ajo instalun kry, amo radio Fitnet e Regja, radio me kongë me muzikë. Anita ta kjo gjitha do thotë na kanë me çdo dyqan, çdo shitore, çdo. Ajo ka ndiku tek ne. Po. Ka ndiku që na me eduku ndryshe. Bekim Babalia për na përshëndet. Dy legjendat, Edi vetë shoqën, Shkakop Kryne Dardaleci. You're right in more. Shkakop Kryne Dardaleci po thotë. Cilën fjala? Dardaleci bicuklava? Aksi tjetër. Bek, çfarë gjyën berbora ku shkrihet? Eldita Mullasani thot, ndalesa jone por pas mësimit ka qenë kioskat të shoqa. Posterat e personazheve që na i kishim idol. Shoqa na dhuronte duke na bërë të ndihemi edhe ne si shkollar. Eldita, në hap me trendet e asaj kohë, nostalgji për atë kohë.
Eldit, pandet shumë, përshëndetje. Çfarë është do thotë? Fala asaj që dy motrat, si Gjevria, si Shqipja, pe Austrisë, me qëshin gazetat Bravo. Na kishim këtu të do thotë me shmengu. Ajo revista Bravo. Ka pas postera, ka pas gjitha. Po aty ditë ke albumi, emri këngëve, emri zë. Messi u kon ajo posteri. Postera, po. Ka herë ditë ke më i madh. 7-8 po. Do thotë se ty ka pas që do thotë se na këtu vetë kem gus, s'kem ditë pushosh ka. E falë të revistave, do thotë ali kishim detale. Sa gjatë kënga ku ta diunë. Sami Gjakova për në përshëndet. Jo përshëndes dyve Edi ty dhe DJ Shoqen. Sami, përshëndet, respekte. Respekte për Samin. Respekte për Samin, respekte. Po më intereson nëse ishe kthy edhe një herë në kohë, ishe po prap DJ. Po, dhe me domos. Me domos. Është gere, Gjak. Nuk mundesh. Nuk I kam I. Definitivisht. Shkollimi ishte shkolla e lartë, gjurë tërsi. Po ra muzika u dështë mund të prej, jo më dhe me shku ushtarë, që u dështë me zërë me shku. E për ndryshe, po thëmë, kjo hobi. Hobi më ka thënë profesion, nuk ka maknatësi. Kur hobi kthehet në profesion, definitivisht nuk ka maknatësi. Ta bëjmë foto shtu me Shoqen, edhe ta kemi bukur fort. DJ Jon I mërkullu. A dhim t'ja ju, kur më shumë. Ja, pak, me se s'ngodurën. Si vakcinat. Na kemi shka me folë nëse rrim të ditën këtu, po jemi në fund të misionit, po du një mesazh për këta rinin, jo veç për DJ, për rinin në përgjithësi. Shkollimi primar le të jetë, le të mendojnë shumë para se me vendos ku do të me kry, shka do të me kry, edhe kur regjistrohen, edhe le të jenë sa më të afërt, le të duin njerëz, le ta duin njëri tjetrin. Se qenia jemi njësoj njerëzore, vetëm punë, mësim edhe të jenë përkushtuar vetvetes. Edhe në pyetje kemi për Drilonit, është po thotë sa përqind në rasteve që je godit për darshëm të kanë thonë s'ki me majt shumë, vetë sa t'jen dhonë Drinusja, të më me ta letu. Të më me ta letu punën. Është një fjalë e drejtorit, se a thom, edhe thom drejtor. Po. Skënder Goles, thot kur vi ke puna reklama, që bishin se ke, na nuk e masim me vak farmacisë, ata që esim 2 ditë më tepër, 3 ditë më tepër, do të thonë nuk shyri vetëm aty me kalu mirë, kryesore do të kënaqun, kurse kanë do me pas në ekses. Si klubes, e para luftës, u konë vish më shumë muzikë, që për shumë këtu, aty në diskos, ta marim tull dhe best, në Amazonin, në Shadove, në Pabe. E nuk kem këshu kush për shumë muzikë më të mirë, vetëm me kry, me sa më pak probleme, se djetë kone ke pas më rapar. E vërtet është. Edi, në mësh mi ditë dhondre I cilës ma Allah Shoqa, për thot Gjelal Katona. Ha? Ma Allah Gesës. Gjelalin e kena adhurus ma Allah Gesës, duke falendëruar të gjithë që ishit me neve, DJ Shoqen, Neptunin, Hotelin 12, Neoplas Gjakov, Fshatin e Gjelbër, ëmbëltorën nga Peja në Gjakov, ëmbëltorën nga Gusholli, e të gjithë të tjerët. Unë ju përshëndes, ju dua shumë, shihemi nesër. Ditën e çdo të mirë. Edi falënderit. I love you very very much. Sot era fundit, vim prap. Normalisht, love you. Shihemi nesër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Kate Best. Mirëmëngjesi. Muzika. Ama mirë këtu, a atje.